Luan Canal për të rrugë që tonë shumë në Bashkuar Amerikës, është shqiptar dhe publicisti jonë, I cili ka marrë rrugën Elkas dhe zoti Leonard Tasën ka një porosi, një shqiptar. Po të respektoj njerëzit që bëjnë rrugë më shumë. Ka bërë mirë atë momentet për që sot këtu. Luan Canal. Faleminderit zot Dëvrim, edhe jo për burje, po me shëndet që në kamerat tona në Mërgin, aty latë në Amerikë, zotin Dëvrim e kemi gjithë një përpara në skrit. Të uroj suksese si ministër I fjalës shqipe. Kongrata. Sot me grupin e Leonës shqiptare të keshin e promovim dhe në ftesën e zotit Demir, ftesë personale, prandaj falenderoj, por dhe I shoqëruar dhe me krysnin e ikonës shqiptare të zonjës Margarita Gjepa, Luan Ajde, e ti që është pak plak, po do të nake që ati në krykë. Vjetë që I cilë në të madhe, që janë me zjush, erda për e parë, në rrugën e arbrit. Rruga arbrit është rruga e bujqisë dhe librës. Pa udhëtuar në rrugën e arbrit nuk mund ta njohë Shqipërinë. Kjo është Shqipëria jonë dhe një nder dhe një vlerësi I takon se Beqiu themi ne nga Devolli ose Dolli Bashk, Zoti Demir Rusi. I cili me librat e tij, vetëm me një titull, libri Ura e Fjalës, ai na bashkon sot në ditën e 2 tetorit, që është muaji I letërsisë dhe I poezisë shqipe, me veprat e tij, me librat e tij. Ju uroj suksese dhe mbetë të paqeshtur dhe të begatë. Faleminderit. Ka rezervë, shkurt, sakt, bukur, ja. Një të rrugën e meritonit. Amerika, Shagatino, Florida, Amerika, Almet Leona shqiptare. Sonja dhe zotri këtu pra ka një personit të bujqisës.